ata që po na shikojnë. Para pak qastesh edhe ka përfunduar takimi presidentës Osmani bashkë me krerët e partive politike, me qëras edhe u njoftua se kuvendi është shpërndar. Kjo pasi dje nuk arriti Konjuca që të merte votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë, LDK nuk pati vot pro ti. Pse? Po ne kemi tregu që nga fillimi, e kemi pas edhe premtim elektoral që nuk bëjmë koalicion me lëvizjen vetëvendosje, i kemi ndajt stoik qëndrimeve tona, arsyet kanë qenë që i kemi thënë disa herë, unë kujtoj që nga koha e përfundimit të zgjedhjeve deri sot kur edhe është përnda kuvendi, ne kemi qenë në studio dhe kemi diskutu problematikat e këtij procesi dhe normalisht që këtë ky proces ka një fajtor. Po besoj që tash në këtë diskursin e ri, në një proces, sepse tash më jemi në zgjedhje, unë kujtoj që do duhej të ruanim një qetësi politike, do duhej të vazhdonim ndoshta me programin se çka do të ndodh edhe çka do duhej të votonin qytetarët e Kosovës në procesin e ri dhe ta ruajmë pak edhe këtë diskursin e vrazhd mes partive politike, sepse edhe në ditën e djeshme, që janë thirrë 2 seanca, logjikisht një logjike rrjedhës është që seanca e orës 2 dashmë majtë në orën 11. Do më thënë, kur ti e merr një mandatim, 15 ditë i ke afat kohor për me ndërtu qeverin, nuk bën asnjë përpjekje për ndërtim të kësaj qeverisë, atëherë realisht është dashmë ndërzu mandatin është ditën e 2 dhe 3 edhe mos më shku na 15 ditë të humbura, sepse procesi zgjedhor sa më larg vitit të ri, edhe për shkak festave, edhe për shkak shumë probleme, edhe për shkak buxhetit, sepse këtu nganjëherë po thirremi shumë për idealizma e populizma, po realisht problemi këtu tek ne është politik. Domethënë te pa ndërtu një qeveri, pastaj bën grupet parlamentare, pastaj propozohet buxheti edhe shkon rrjedha. Po krejt kjo logjik populiste është dashur nuk është dashur në fond të krijohet si logjike e tillë, sepse megjithatë, unë kujtoj që krejt ky diskurs që do ta shohim në vazhdim, nëse vazhdohet me akuza për pjesën e partive politike, unë kujtoj që i bën dëm procesit zgjedhor dhe mas zgjedhjeve i bën dëm procesit i cili do të duhej të ndërtohej në një proces të ri. Kujtoj që sot ky vend ka nevojë për njerëz punëtor, ka nevojë për njerëz vizionar, ka nevojë për ata të cilët e nisin ditën me punë, e përfundojnë me punë dhe kthehen në shtëpi me djerës ballit, e jo me ata njerëz cilët e kanë diskursin shumë të madh e punën askund. Në këtë logjik unë kujtoj që në këto zgjedhje do duhej të ndronte diskursi i krejt partive politike, të fokusohemi në një proces të ri zgjedhor, të fokusohemi në një proces në premtime elektorale të cilat do duhej të ndodhin dhe të lëm anash këto natet politike të cilat e kanë çu Kosovën sot deri vjet. Zoti Xhaferi që t'i lini anash